Zoti Berisha s'është interesuar që të vendoset kjo? 100% interesuar. Si do Berisha që Berlina më zëzë? Do që të rëzot spakuaj, të merret ky vendim, ai është i mbrojtur dhe fëmijët e tij janë mbrojtur. Flamur Noka. Do të thoj që Berisha bashkëpunon me Ramën? Po sigurisht, qëllimet e tyre në fund fare familjen ata. Landi pse bën sikur se kupton. Seriozisht e ke që opozita nuk i intereson të shkatrohet spaku? Totalisht në fushën e saj. Si intereson asaj ndërrimin që bëri qeveria për mos u futur në burg ish presidentet ta. Imunitet, super imunitet dhe për ata. Po të e bashkë, ajo që bëhet, ajo zhurma atje bëhet. Se opozita nuk djetë të djegë kariket që paguam, taksa paguesi shqiptar. Opozita nuk dalë që shaj, ore, minut. E bën një herë, rëzo. E qëlloj dhe Gërdisi. Po të qëlloj, thot, vajtëm ne se menduam, e qëlluam vilën 31, se menduam se ishe Dirama. Se di ka Berisha kushe? Në Surel e ka. Shkoj për protestat në Surel. Zi atje që mos vinë shpi. Shkoj për rretho këshillën e ministrave nga të gjitha anët, rri ullur dhe mos shkatro pronën private. Lera të kthejë muze, të vinë njerëz ta shikojnë. Luksin e Enver Hoxhës dhe varfërinë tjetër të popullit shqiptar. Jo, janë bashkë për të krijuar spaku, është armik i përbashkët i atyre. Spak? Është armiku i përbashkët i opozitës dhe kjo na dëmton popullin. Kjo na dëmton ne, zotëri. Kjo na dëmton ne po të kthejmë prapë dhe në arsim. Edhe në arsim, po të thejë, që për fituar titullin profesor i asociuar është 4 vjet mas fitimit gradës shkencore doktor shkencash. Dekania ime në 2014 mori titullin doktor shkenca, në 2015 mori profesor i asociuar për një vit, sepse ishte mikesh e rektorit dhe vazhdon të jetë mikesh e rektorit. Skandal, në gjithë botën duhet të hequr ajo, ka marrë janë 100.000 euro deri tani. Në cilin fakultet është këtë? Në Elbasan. Pra e kupton që ndodh dhe janë bashkë dhe s'thon asnjë gjë. Nuk thon asnjë, po nuk e zbrita ajo, ta zbrita që janë bashkë, të gjithë rektorët e majt dhe të djathtë. Tani çfarë ka? Më gjej një deputet në botë që qellon Gardisin me grusht. Që shan Gardisin, që i thotë do të heq nga puna sa të vi. Më gjej një vend botë. Gardisi kur të vjen në pushtet tan, qofse do vjen ndonjëherë që s'kan për të vajtur, kështu siç e ka nisur, nuk dhe shërbej atija kundër Ramës, sepse Gardisi shkon për të mbrojtur të realizuar detyrat dhe të që ka dhënë garda. Po shkon mos cënohet shteti më. Gardisi mbron shtetin atje, nuk mbron Ramën dhe Belinda Ballukun se qellohet me shishe uje me këto. Më gjej më thuaj një rast në botë që ke parë u arrestua kongresmenin në Amerikë. Për një kundërshtim që i bëri atyre, e morën arrestuan dhe kongresmenin. Dhe ai as qelloi, as shau. Vetëm i kundërshtoj me forcë. Okej. Kemi 2 foto që unë dua t'i komentoj. Është njëra për lindjen e mesme, ju lutem regjia, në Leduall, për luftën në lindjen e mesme. Shtetet Bashkuara të Amerikës sulmoi Iranin dhe aty tani ka ndodhur një, është pak të thuash domino, se sulmi tani edhe Irani ka sulmuar të tjerat, po edhe të tjerat kanë sulmuar disa të tjera. Tani si ekspert i sigurisë, si një ish punonjës i shërbimit sekret, çfarë mendimi ke? Çfarë po ndodh në lindjen e mesme? Kemi të bëjmë me një mini luftë botërore? Unë po them që lufta ka filluar me modesti, sepse ma ke rritur shumë pjatës me këtë ekspert. Natyrisht kam punuar me sigurinë kombëtare shumë vite, por natyrisht jam marrë me median më shumë botërore për këto gjëra. Natyrisht lufta ka filluar, lufta botërore. Ka filluar lufta botërore? Ka filluar, realisht, sepse këtu, në këto gjëra tu, është mos ta harrojmë që ai kalimi atje ke Irani që duhet i mbyllin këta kanalet edhe këto, janë të gjitha që prekin më vonë interesat e Kinës dhe Rusisë. Rusisë dhe Kinës. Mbas tyre. Dhe lufta mbështeten në demokracitë që në fakt unë nuk kam parë ndonjë demokraci në botë që të thotë do vi unë ty të bëj shtetin në Iran duke vrarë 120 gra fëmijë në shkollë. Nuk është demokraci. Do vi unë të vendos demokracinë sepse dua që të Jo, ajo ngjarje doli që se ka bërë. Po s'ka rëndësi, unë nuk thash po bëri Amerika, që u vran. U vran 120 gra. Tani nuk vi unë të vendos demokracinë në Iran që s'ke të drejtë në asnjë vend botës, ajo zgjedhja e popullit dhe politikës tyre, jo ta rrëzoj Amerika. Amerika nuk është se ka potencialin, nuk diskutohet që ka potencialin më të fortë në të gjitha aspektet. Por problemi Jo, më shpjego këtë pse e quajnë që ka filluar lufta e tretë botërore? Po e quaj sepse përveç kësaj, nuk po fus fare luftë fetare brenda këto, s'po fus islamizmin edhe
çifutët në mes dhe këto gjërat e tjera, po flasim vetëm në aspektin territorial dhe në aspektin e pasurisë kombëtare që ka aty, dhe natyrisht që miliardat e eurove që janë aty bëjnë çdo të mundur për luftë botërore. Tani, këtu flitet edhe për të rrëzuar fuqinë e pushtetit ekonomik të Iranit dhe të gjithë grupeve të shteteve që kanë pasuri maramëndse. E dyta është luftë botërore, sepse janë prekur shumë shtete. Janë prekur, po të them, mos haro, Rusia dhe Kina preken aty, preken për rrugët tregtare, preken për ekonomin, preket për ekspansionin që duan të bëjnë dhe pushtetin të marrin, dhe forcimi tyre e shqetëson Amerikën, dhe natyrisht aty ke shumë shtete, llogaritësa shtete janë në këtë luftë që po marrin pjesë. Indirekt, jeshtë sigurt që edhe nga këto Rusia vazhdon të punojë për veten e vet dhe Kina për veten e vet. Shqipëria tani, roli i Shqipërisë tani, është e rrezikuar Shqipëria? Po çfarë rreziku Shqipëria? Si? Me seriozisht ka... Jo, kur thua luftë botërore tani... Luftë botërore flasim në konceptin e konfliktit që ka lindur. Po brava, por ne luftën e dytë botërore dhe luftën e parë jemi bërë shumë këtu, shesh jemi bërë, shesh betejë jemi bërë. Çdo luftë mbas saj ka dhe zhvillim shumë të madh ekonomik dhe kështu, por jo, nuk besoj që... Se jemi antar i NATO-s? Po, natyrisht jemi antari NATO-s, dhe këtu bëhet fjalë që NATO në krye është Amerika, që bën investimin më madh, që e drejton, që e bën dhe... Po, NATO është Amerika dhe me rregull 3 Shqipëria, ku Shqipëria këtu, se pas... Jo, Shqipëria është atje lartë. Është atje lartë, dhe mos harrojmë që Shqipëria, thash që në fillim të emisionit, ka një pozitë mjaft strategjike, shumë të mirë që intereson gjithkujt ta ketë në skalonin e vet. Shumë e mirë. Po ne pça NATO futën për geopolitik. Në Europë, ato po i marrin për geopolitik për të mbyllur thash rrugën e Rusisë drejt edhe Serbisë drejt detit, edhe për të komanduar pak a shumë Adriatikun aty ku jemi. Tani ti thua ç'a Shqipëria, po dje në Irani e sulmuar, kemi pasur një sulm kibernetik, e sulmuar faqja e parlamentit. Nuk është e parë që sulmohet kjo. Kjo e bën. Kur sulmohet tani, zoti Zeka nuk është njësoj. Kur sulmohet, ja, është bërë më përpara disa herë është. Po është bërë disa herë, po dhe fakti që ne kemi futur mujahedinët tu dhe jemi që... Po pra, foto tjetër kemi kambin e mujahedinëve? Do ta bëjnë ata këtë prekje të... Po, kjo është një kamp që është ndërtuar për arsyet që i di vetëm zoti Rama, po që ka bërë dhe të qarë shqiptarve. Ka bërë zoti Berisha, se fillim erë dhe zoti Berisha. Aje dha, po... Jo e dha, erë dhe 1.000 cata, pasaj më kon 3.000, me zoti Rama u shtuan. Problemi është që kjo ekzistenca e këtij me të vërtet që na fut pjesë propagandistike në luftë, apo na bën palë me njërin grup në këtë betejë të madhe që po ndodh. Kjo na bën pjesë të luftë. Kjo na bën me ata. Jemi të rrezikuar, edhe pse them, sepse ish drejtori i përgjithshëm i policisë Gledis Nano në vendin që jeni ju tha që liderët e këtij kampi, pra liderët e opozitës iraniane, ndaj tyre janë tentuar të bëheshin atentate për t'i vrarë dhe fal bashkëpunimit edhe aftësisë policisë shqiptare, por edhe bashkëpunimit me amerikan, këtu në Shqipëri, ne e kemi shmangur. Atëherë, në këtë situatë çfarë do të thënë? Do të thënë kështu, që është e vërtetë që aty janë lider të opositarizmit iranian, është e vërtet që Mossadi ka një shërbim sekret të tmerrshëm dhe informacion të jashtëzakonshëm, po dhe këta nuk e kanë pak. Dhe shenjat e kësaj që thoni ju i kanë dhënë ata. Nuk është e parë, po të them, që futen ndërhyjnë në sistemin shqiptar, në gjithçka në qeveria. Atëherë jemi rrezik, zoti Zekaj. Unë e them që, shiko, në këtë histori botërore ti je një lagje e vogël e një fshati të madh në Iran. Po mi, lagje e vogël ishim edhe në luftën e parë botërore, edhe në luftën e dytë botërore. Në rrezik, po ishte se ishte tranziti domosdoshëm i gjithë ushtrive